Ke shprehur diçka që na shqetëson ose që na gëzon. Me thënë, është jetësore të kesh dikë pranë që të shprehesh. Kështu që për një të moshuar që është i vetmuar, pra nuk ka as partnerin afër apo fëmijët, pra është komplet i vetmuar, një punonjës social jo vetëm për mirëqenien e tij psikologjike, por dhe për mirëqenien e tij emocionale, është shumë i rëndësishëm që të jetë aty prezent. Nuk e di nëse shoqatat që, pra si Kryqi i Kuq dhe si shoqata tjetër e ofrojnë si shërbim përveç pjesës kujdesit të shëndetit fizik, pasi vetmia është një ndër sfidat që të moshuarit e kalojnë me shumë vështirësi, duke qenë se ndikon drejt për drejt tek emocionet e tyre dhe tek gjendja e tyre psikologjike. Pra, përveç depresionit dhe ankthit që sjell, shkakton dhe probleme në kujtesën e tyre dhe në cilësinë e jetesës që ata bëjnë. Kështu që një punonjës social do ishte një ndihmë shumë e madhe përveç mjekëve që mund të kujdesen për shëndetin e tyre fizik. Alma, ju keni arritur që të bisedoni me këta njerëz të moshuar, por jo vetëm, të cilët e kanë marrë këtë shërbim pranë qendrave shëndetësore, çfarë thonë? Ne kemi intervistuar pacient dhe familjar të tyre, se duhet kuptuar që është e vështirë në përgjithësi me këta pacient që kanë edhe probleme të tjera përveç lëvizshmërisë, mund të kenë edhe probleme mentale, mund të kenë probleme lingvistike, pra probleme me të folurën. Kështu që ne kemi përdorur, kemi intervistuar pacient që marrin shërbimin. Dua të them që ne si TFL nuk ofrojmë vetë shërbim. Ne monitorojmë shërbimet që ofrojnë sistemi publik, që ofrojnë në qendra shëndetësore. Pacientët dhe familjarët e tyre e kanë deklaruar më së njëherë. Shërbimi që na vjen në banesë, falas kemi vetëm vizitën e infermierit ose të mjekut. Dhe vizitat dhe themi dhe shërbimet e tyre shëndetësore. Pjesën tjetër, ne e paguajmë nga xhepi. Nuk mund të thoj Ministria e Shëndetësisë, Qeveria Shqiptare, po ofroj një shërbim të ri dhe të mburret me shërbimin e ri. Në momentin që pacienti paguan nga xhepi. Një shërbim që ofrohet nga sistemi publik duhet të ofrohet me cilësi, i garantuar për qëndrueshmëri dhe pas një kosto për pacientin. Pra, kostot janë të tëra të shërbimit. Ministria duhet të planifikojë se sa janë kostot e shërbimit. I është bërë një kostifikim paraprakisht nga projekti mbështetur nga Qeveria Zvicerane, që ne duhet ta falenderojmë sepse në 1/3 e qendrave shëndetësore në vend, ky shërbim është ngritur fal mbështetjes së tyre. Pra qeverisë shqiptare i ngelet këto 2/3 që kanë ngelur për investimin fillestar që ka bërë projekti HAP, për investimin në çantat e mjekëve dhe të infermierëve. Ndërsa kostot e tjera që janë kostot e përditshme të shërbimit, duhet i marrë përsipër qeveria shqiptare, qoftë në qendrat që janë mbështetur nga projekti HAP, qoftë në qendrat e tjera. Pacientët e kuptojnë kur një shërbim u ofrohet me cilësi dhe u vjen vërtet sipas nevojave. Pra është specifik sipas nevojave të secilit pacient. Sigurisht aty futet edhe shërbimi psikosocial, sepse është shumë i rëndësishëm dhe për fat të mirë ka filluar një ndryshim edhe në qendrat shëndetësore publike, sepse nuk janë më qendra vetëm që ofrojnë shërbime shëndetësore, por edhe kanë edhe nga një psikolog, kanë edhe një punonjës social, jo të gjitha qendrat, por disa prej tyre, kanë edhe shërbimin e fizioterapisë, por jo të gjitha prej tyre, ndërkohë një person që vuan nga problemet e lëvizshmërisë ka nevojë për fizioterapi gjatë gjithë kohës. Dhe kostoja, dhe ky është një shqetësim që ata e kanë ngritur, kostoja për të bërë vetëm një seancë fizioterapie është 3.000 lekë të reja. Ndërkohë që kur e ke larg banesën, do shkosh ta marrësh fizioterapistin me mjet, do ta çosh me mjek, me mjet, do të thotë janë shpenzime të tjera, dhe ndërkohë është dhe koha e familjarit që shpenzon. Pra shumë më komplekse se sa ofrimi i shërbimit për një person. Mbështetja i vjen tër familjes.
sepse përveç problemeve psikologjike që shkakton një sëmurë në familje, të gjithë familjarët që i shërbejnë, shumë prej tyre kanë të pamundur të punojnë, pra krijon dhe kosto sociale, nëse nuk ofrohet shërbimi.